Mungesa e kontinjerëve të mbetjeve ka bërë që banorët e zonës tek shtëpia Mushkajës në qytetin e Shkodrës të hedhin në tokë mbeturinat. Me rritjen e temperaturave situata është bërë më shqetësuese pasi rritet rreziku për prapjen e infeksioneve. Banorët shprehen të revoltuar për një situatë të tillë, teksa kërkojnë ndërhyrje. Gjithse bërë të shqip shapi se ku të shqipit që mbeturinat shkot. Ai shef, ja çepsi dallit. A shef si avadi. Çfarë s'me ka për të shesh i rritën temperaturat ditë për infeksioni apo jo. Hajtë ndërse i shef pisa Mushkajës të si me kanë të pjell për ditë. A keni kontinjer metish në zonë? A nuk keni kontinjer metish? Ja. S'ka, Ja, s'ka si kur dhe gjë. Kjo shumile, ati që është e helli shumile, ma me po të telefon të të si prep. Problem së shta si zamë, qërë mi helë të, një qi me thonë, helë të. Që me thonë? A problem të shështë edhe i dzeti? Problem është, edhe bashkja është, apo edhe kanë helë se kanë helë. A keni kontinjer metish në këtë zonë? Jo, janë të poshtë, ja. Mos i për, Po. Pa ta që aromet ka, ma djetë është. Kjo zonë dohet pranonaz perëndimor të qytetit, ndërkohë menaxhimi i mbetërinave vijojnë të mbetet një sfidë për pushtetin lokal, teksa kërkohet më shumë angazhim në këtë drejtim.